Ndonjëherë që të përpiqesh t'ia dalësh një jetë, mund të duket gjëja më e vështirë. Në radhë parë nuk di ku të nisësh. Por mendoj që hapi i parë për të bërë këtë shkëputjen nga ndoshta gjitha identiteti që ti ke krijuar duke qenë unë nuk ja dal dot, unë kam ka shumë gjëra që nuk ja arri dot, të tjerët ecin përpara me dhe unë jam gjithmonë mbrapa. Duke gjithmonë nga kjo lloj ndjesie. Ndoshta mund të jetë ditët e para ose në momentin kur ti bën atë reflektimin me veten tënde. Dhe çfarë ndodh? Vjen një moment kur në fakt nëse do të arrish suksesin, duhet patjetër të vish në këtë moment. Pra të vish vetë, qoftë edhe në mënyrë të nxitur. Ndoshta vjen edhe me kohën, edhe me moshën, por sa më shpejt që ndodh, aq më mirë është kjo gjëja. Do kesh pak kakofoni. Do kesh pak një herë në fillim për njerëzit paktën që shkojnë në shkollë, do t'ju duket sikur po bëni diçka me rëndësi për jetën tuaj, po investoni tek e ardhmja juaj që e pretendoni të jetë e mrekullueshme. Dhe ndonjëherë mbasi investimit që ti ke kryer, mbasi ti ke mbaruar shkollën, nuk e merr mbrapsht atë kënaqësinë e një gjëje që ti ke investuar për të. Dhe sa më shpejt jetë ky momenti. Nuk po them që duhet patjetër të përballeni me situata në punë ku ju bën që do doni të kishit studiuar diçka tjetër, por sa më shpejt të ndodh momenti kur ti reflekton me veten dhe thua në rregull, unë e kam këtë set aftësish dhe njohurish. Por çfarë mundet të marrun më të mirën nga kjo gjëja që un kam? Sa më shpejt të vish te ky moment, aq më shpejt do gjesh pjesën kur ti thjesht ke qetësi mendore. Në momentin që ti je duke mësuar, je duke u përpjekur për të punuar, je duke bërë disa gjëra njëkohësisht, ndoshta ke gjetur edhe një person dhe mendon se ky do të jetë partneri yt i jetës dhe po përpiqesh të bësh të gjitha gjërat njëkohësisht, është mirë që gjesh një moment qetësie. Të gjesh një moment qetësie edhe thjesht të thuash, ok, jam këtu, po ku dua të arri? Ajo pyetja që të bëjnë në intervistat e punës, kur të thonë ku e sheh veten pas 5 vitesh, nuk ka qenë totalisht jashtë linje ose e panevojshme ose e tepërt, përkundrazi, ka pasur gjithmonë atë nevojën për të bërë një pyetje e tillë. Pavarësisht se kjo gjëja ndonjëherë mund të bëhet në një pikë kur ti thjesht do të gjesh një punë, edhe thjesht ta nisësh që aty, e jo të mendosh përpara se ta nisësh punën ku e sheh ti veten. Pra ti mund edhe mos e kesh kaluar këtë lloj pjekje shpirtërore, nëse mund ta quaj kështu, për ta parë veten se ku do të jesh në të ardhmen. Dhe duke e kaluar këtë pjesën, kur ti e kalon këtë pjekje shpirtërore, ku ti përpiqesh të marrësh 5 minuta kohë, qoftë edhe sikur 5 minuta në ditë, për të parë ku je, ku do të shkosh, ku e sheh veten mbas 5 vitesh, do ta kesh shumë herë më të lehtë për të ecur më përpara. Ka njerëz të cilët ju rrin të tjerët gjithkohës duke u përpjekur për t'i ulur, duke u përpjekur për t'i bërë të ndihen më të vegjël nga sa janë, duke u përpjekur për t'u ashuar ato ëndrat që mund të kenë. Këto lloj njerëzish janë tamam se ajo historia e shqiponjës me korbin, që korbi i vendoset shqiponjës në kurriz dhe fillon e cukit në qafë. Dhe çfarë bën shqiponja në këtë raste? Ai nuk harxhon asnjë pikë fuqi, asnjë pikë të energjisë së saj për t'u marrë me korbin, për ta shkundër, për ta hequr, për të bërë diçka në asnjë moment, por çfarë bën? Ngjitet direkt lart drejt qiellit. Dhe vetëm ikën lart deri në kufijtë e tjerë të stratosferës dhe të atmosferës, deri ndoshta edhe në stratosferë, deri në kufijtë më të lartë të atmosferës. Dhe çfarë ndodh me korbin? Korbi thjesht i bie të fikët, sepse nuk mbushet dot me frymë. Dhe bie. Ndërsa shqiponja, e cila është mësuar që të marrë frymë, që të rritet, që të ecë atje përpara, të marrë frymë pra në këtë nivel të ri të jetës saj, e ka shumë më kollaj që t'i heqë qafe këta, edhe në fund të ditës thjesht nuk ju kushton as pak
asnjë pikë vëmendje. Dhe duke pasur atë qetësinë shpirtërore, atë pjekjen shpirtërore, atë unë e di ku do jem mbas 5 vitesh. Nuk të interesojnë vërtet, e ke shumë herë më kollaj për t'i hequr qafe këta korbët që do të ngjiten pas, sepse ti e di vizionin tënd, ti e di se ku do jesh, por ti nuk do të mundesh ta dish nëse ti nuk e kalon fazën ku ti ulesh dhe i bën pyetje vetes, ku jam unë pas 5 vitesh? Personalisht kam qenë në një udhkryq që e kam ndjerë shumë të vështirë për të ecur përpara dhe e shihja veten time sikur i gjithë investimi që unë kisha bërë nuk po ma jepte. Rio nuk po më vinte. Pra Rio, return of the investment është termi në terma ekonomik. Return of the investment për mua nuk ishte, nuk po kthehej asgjë kundi. Dhe thash, okay, ku e shoh unë veten pas 5 vitesh? Dhe thjesht ditët e para kërkova me ngulm të gjeja atë qetësinë shpirtërore për ta parë situatën me një lloj mënyre tjetër. Dhe thjesht lutja që un kam bërë, që e them gjithmonë sepse dua vërtet që njerëzit ta kuptojnë që disa gjëra vijnë shumë herë më lehtë nga sa mund të duket. Dhe nuk e kam fjalën as që ti tulesh edhe të kërkosh tani më jep qetësi shpirtërore ose më jep pjekje shpirtërore ose më jep, domethënë disa gjëra që ndoshta mund të duken edhe wow, ç'po po thot, sepse nuk e di se si të arri atje, nuk e di se çfarë po përpiqesh të më thuash. Ndërkohë lutja që un kam bërë ishte kjo: Zot, më jep një zgjidhje nga e cila unë të mundem të rregulloj jetën time, por pa lëvizur as gishtin më të vogël. Nuk doja, thjesht ose e ndjeja veten totalisht pafuqishme, qoftë edhe për të marrë një lloj drejtimi. Nuk e dija ndoshta se cilin nga këto drejtime duhet marr. Përpara 5 vitesh unë nuk e shihja veten time në YouTube ose duke qenë kaq gati për t'ju thënë njerëzve që shiko se edhe unë kam kaluar situata të vështira. Përkundrazi, isha unë gjithkohës që thoja se askush nuk duhet ta marrë vesh nëse unë po kaloj një situatë vështirë, mundësisht as familja ime. Ndërkohë sot jam një zë tek i cili shumë njerëz mundet të gjejnë atë pikën e tyre më të dobët edhe thonë, wow, shiko, Mikaela e bëri këtë gjën duke bërë lutjen më të thjeshtë, madje duke u treguar edhe për tace në mënyrën se si ajo e kërkoi atë zgjidhjen. Pra duke i thënë, Zot, dua zgjidhje, por e dua pa bërë asgjë. E dua pa bërë asgjë sepse ndihem e lodhur, e mbytur, ndihem e pafuqishme për të ndryshuar rrethanat vet. Prandaj më jep një zgjidhje ku rrethanat të ndryshojnë për mua. Le të bëhet kjo gjëja për mua. Nëse deri më tani e kam parë që asgjë nuk është bërë për mua ose ku diun pavarësisht sepse isha në një, duhet ta kuptojmë, isha në një moment kur çdo gjë që e shija me negativitet, pra unë isha kaq e mbytur në disa rrethana, në disa situata, sa nuk arrija dot numëroja bekimet që unë kisha. E duke qenë në këtë pikë, arrita në këtë lloj forme të lutesha pikërisht për këtë. Dhe më duhet t'ua them që vërtet mënyra se si unë luta mund të jetë seriozisht e ke, domethënë nuk doje vërtet të ndryshoj asgjë, si prisje ti të ndryshonte jeta jote, kur ti the nuk dua të ndryshoj absolutisht asgjë. Si? Nuk e di, por kjo është e bukura e universit, se ti nuk ke pse ta dish. Nuk ke pse ta dish se si do të ndryshoj jeta jote. Nuk ke pse ta vizualizosh çdo hap me detaje, sepse pavarësisht se un jam shumë e bindur që ti je krijuesja, përmes mendimeve të tua ti mundesh ta pasqyrosh atë në realitetin tënd, por nga ana tjetër duhet të lësh elementin e surprizës. Dhe në këtë rast thash, I will take a leap of faith. Do hedh një hap në besim. Dhe hodha një hap, pa e ditur se ku do më çonte, pa e ditur fare se ku do më hidhte, thjesht bëra këtë lutje.
Dhe mënyra se si gjërat filluan të ndryshonin për mua, ishte në momentin kur unë fillova të ndryshoj mendimet e mia. E gjitha aty kishte qenë. Thjesht tek momenti kur unë duhet të ndryshoja mendimet e mia. Dhe unë eksaktësisht të gjë bëra. Nuk u tremba nga kjo. Normalisht në fillimet e mia kisha ato pikat e dyshimit që mund të ketë çdo njeri dhe fillova të thoja po si mund të mendoj ndryshe, po si mund ta quaj bekim faktin që unë kam lëvizur 7 herë në departamente të ndryshme brenda të njëjtit televizion ose brenda të njëjtës industri në këtë rast. Si mund ta quaj këtë bekim? Dhe fillova të ndryshoja mendimet. Më pëlqen shumë mënyra se si në fillimet e mia thoshte kur unë po merresha me manifestimet. Më thoshin që shiko, ti nuk do ta besosh veten tënde, duke të folur fjalë pozitive, duke të thënë gjëra të mrekullueshme, ti nuk do ta besosh në fillim. Dhe vërtet kjo gjë ashtu ishte për mua. Nuk e besoja dot veten time. Edhe në momentin që unë ulesha dhe i thoja vetes time, gjërat do shkojnë për mrekulli. Gjërat do shkojnë për mrekulli. Gjërat janë për mrekulli. Unë jam e aftë, jam e zgjuar, jam e suksesshme. Kam arritur të mësoj, kam arritur të përvetsoj shumë nga gjërat që kam bërë. Prap kishte momente kur nuk e besoja plotësisht. Dhe mënyra se si Flora Zivos e shpjegonte dhe thoshte në fund të kësaj videoje ku unë të them që nëse ti thua vetes tënde unë jam milionere, ti nuk e për ta besuar. Unë jam e suksesshme, ti nuk e për ta besuar. Unë jam shumë e aftë, ti nuk e për ta besuar. Dhe unë vërtet e bëja këtë, ndoshta e bëja edhe deri në fund të videos të ja futi kot. Sepse kjo nuk ekziston, kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk është e vërtet sepse unë kam truri ynë është i përgatitur që për çdo fjalë që ti thua, të t'i jap ty 7 shembuj se si kjo gjëja është e vërtetë ose jo. Por në fakt në këtë rast është përpiqet gjithmonë që të t'jap mundësinë që ti ta vërtetosh këtë gjë. Pra në momentin që ti thua vetes tënde unë jam milionere dhe truri të thot po jo se ti ke 2 llogari bankare dhe në të 2 llogaritë tua bankare ke gjithë 300.000 lekë. Ti nuk ke miliona. Kujt po ja thua këtë? Sepse ti nuk je milionere. Sepse ti nuk je milionere sepse ti po përpiqesh të mbyllësh muajin me kaq lekë. Ti po përpiqesh të kursesh tek pushimet e tua sepse nuk ke para për të bërë kursime. Ti po përpiqesh bësh këtë. Do të t'jap gjithë të shembujt. E kjo është mënyra negative e të menduarit, por nëse ti do ta kthesh dhe të thuash, wait a second. Unë ndoshta jam milionere sepse në dollapin tim, sa po hap dollapin tim, unë nuk kam vetëm një palë rroba, unë kam 70 palë rroba, sepse unë mundem të provoj 7 lloje të ndryshme pantalonash, me 7 lloje të ndryshme këmishash, me 7 lloje të ndryshme fustanesh, unë jam e pasur. Unë jam e pasur sepse unë kam një telefon shumë të mirë nga i cili mund të kontaktoj miqtë e mi edhe sikur të lënë një kafe. Unë jam e pasur sepse unë kam mundësinë për të ngritur telefonin e për të telefonuar prindrit e mi. Ka kaq shumë gjëra për cilat ti duhet thjesht të ndryshosh mënyrën se si ti mendon. Dhe duke ndryshuar këtë mënyrë se si ti mendon, ti bëhesh shqiponja. Dhe nuk ka rëndësi se sa njerëz të tjerë do të ulin ose nuk do të t'japin rrogën në fund të muajit ku ti mund të kesh punuar duke u strapacuar, duke lënë edhe vaktin e ushqimit, duke lënë edhe 100 gjëra të tjera mbrapa. Madje mund edhe të sakrifikosh ato telefonat me prindrit vetëm për të shkuar atje në punë dhe dikush tjetër nuk do ta di as për nder dhe do përpiqet të ul. Është ai korbi që e ke në kurriz, që po përpiqet të marrë vëmendjen, por ti nuk duhet ta mbash vëmendjen aty. Ti duhet ta mbash vëmendjen te gjithë bekimet e tjera. Dhe këtu qëndron ndryshimi i mentalitetit dhe duhet vërtet të rritesh dhe të ecësh të ngjitesh nëpër shtresa të ndryshme të atmosferës. Dhe në momentin që ti arrin në këto shtresa të tjera të atmosferës, do ta shohësh që korbi që ke në qafë në fakt ka ndaluar së marrë frymë. Zhdukur.
e për sa të tjerë, sepse askush nuk ka vetëm një korb që e mundon në jetën e tij. Mund të jenë disa. Unë kam qenë një person që më kanë bullizuar online në rrjetet sociale dhe ka pasur pika të veçanta të jetës time ku unë kam thënë ndoshta të jem njeri i komunikimit, nuk ka qenë mënyra e duhur se si unë të dal. Ndoshta kam zgjedhur rrugën e gabuar, sepse kur të tjerët më bullizojnë online, unë i bie që duhet të tregoj shumë herë më shumë kujdes për imazhin tim dhe fytyra ime nuk duhet të dalë kurse si në foto, në video, asgjë kundi. Thoja, si mundem unë të vazhdoj një karrierë në gazetari dhe të jem gazetare edhe të reni nesër mbas nesër, kur unë po përpiqem të fsheh fytyrën time? Atëherë ndoshta unë nuk kam zgjedhur rrugën e duhur, ndoshta duhet kisha zgjedhur një shkollë tjetër. Kam qenë unë ajo që e kam menduar këtë. Ndërsa sot unë e di që mundem të dal në YouTube-in tim, të jap këshilla, t'ju them njerëzve rrugën nga e cila unë kam ardhur. Dhe në fund të ditës, edhe përmes mënyrës se si unë vi pikërisht në këto rrjete sociale, janë njerëzit që më rrethojnë që thonë, hey, Migena, ti je shumë e aftë, prandaj ti na duhesh në televizion, prandaj ti duhesh këtu, prandaj ti duhesh atje. Dhe është vërtet e mrekullueshme kjo mënyrë se si vijnë gjërat, se si ti arrin ta kuptosh se sa e mrekullueshme je dhe mund të vi edhe nga një lutje krejt e thjesht dhe krejt përtace për ta ndryshuar jetën, për ta hequr qafa të korbin që të rri në kurriz.